Po ne do t'i kryjmë punë tona ose detyrat që i kem para shtetarëve. Sot përndryshe bashkë me zotin Muharrema i kemi veshur çizmet edhe çizmet kanë qenë zakonisht simbolik për Muharremajn edhe për angazhimin e tij qytetar dhe edhe komunar. Cila është rësia? Rësia është to çizme ka ndryshuar pak metodën. Me ka pru para 4 ditë një qytetar i Jonit që punon Zicër Psëri. Tha kryetar ti kom pru një parë çizme, tha termo. E kem ndryshu tha pak ngjyrën se kanë nisë me vesh shumë kryetarë të komunës, kështu që me ndryshu pak ngjyrën në mes përpara. Se pash që shumë kryetarë komunës kishin dalë në është e vërtet, po në kësaj kohe nuk mund të dalë pa çizme, është e vërtet që duhet në përshtat edhe kohës edhe natyrës. Absolutisht po. Po vjen mirë shumë që situata ka ardhur në vendin e duhur, edhe që Suareka po shkon drejt normalizimit dhe drejt stabilizimit. Unë besoj po, nëse besoj që nuk do të ketë marrëveshje, atëherë ndoshta presim marrëveshjet e Borës, kish më kon më mirë pak edhe për ambient, mirë po sot shoh ne jemi të gatshëm të jemi shërbim qytetarëve 24 orë. Faleminderit shumë kryetar që ishe bashkë me ne. Faleminderit për juve. Unë ju them qytetarëve Suarekës qet, stabil që thonë, nuk kem probleme me moja përveç disa fshatrave ku jemi në kontakt me qytetarët tonë. Faleminderit shumë. Bali Muharrema ishte bashkë me neve përderisa tani nga kjo zonë ku jemi së bashku me kryetarin e Suarekës do të bartemi në Drenas tek kolegja ime gazetare Arlinda Hoti, e cila do të pasqyroj situatën. Atje është edhe më e rënduar dhe kam përshtypjen që